Ka si rrushe, Vesh në raves, ka rrushe dhe mdimët. Se, si kur shka ishim në shkollë, ata që jenë ma të gjatë, ma ka fundi. Ju e dini që jenë nda mbi 300 milion euro për subvencione e grante për rreth 120.000 fermer. Ne do të vazhdojmë me subvencione dhe grante dhe jemi të interesuar që sa ma shumë ta kemi bukën tonë në sofrën tonë nga toka jonë. E Rahoveci është tejet i rëndësishëm për këtë gjë, sepse është një komunë bujqësore me të gjitha llojet e kulturave. Ndoshta është komuna me mas shumë të lloje të kulturave që kultivohen pikërisht në vendin tonë, këtu në Rahovec. Do të mbështesim familjet e dëshmorëve, invalidët e veteranët, se edhe këtu në Opteriu, shte vendi i Tonit edhe Micit, na duhet ta theksojmë që pjesën më të madhe të detyrës kombëtare, të punës politike, e kanë kry dëshmorët e kombit edhe martirët e Kosovës. Neve na ka mbet një pjesë më e vogël e punës, po e rëndësishme. Përveç 1 miliard për prodhimtari, edhe 1 miliard për ushtri, me qenë se na duhet ta mbrojmë integritetin territorial, kufijtë e Kosovës, sovranitetin shtetëror, rendin edhe ligjin, paqen edhe sigurinë gjithandaj. Brenga për momentin po e shoh unë në gjithë familjet, sidomos në Opterush, është brenga rrymës. A bon opinionit të sqarojsh pikët që ku është problemi thelbësor në rrymë? Problemet që janë me furnizim nuk janë të mungesës së energjisë, por janë të operatorit të transmisionit dhe shpërndarjes. Ju e dini që e kena trashëguar një problem para 2-13 vjetëve të privatizimit, ku distribucioni, shpërndarja dhe furnizimi janë shit për 26 milion euro. Po ashtu edhe të transmisioni e kemi një problem, edhe nga një herë kablot nuk po e bojnë energjinë elektrike që konsumohet. Por nuk ka të bëj me burime të pamjaftueshme, por me pamjaftueshmëri të rrjetit. Kjo është e para. E dyta, na I kemi 10 deri në 14 miliard ton linjit. Po veç vrejnë me kujdes. 10 deri në 14 është dallim I madh. A I kemi 10 a 14. Nëse I pyet ekspertët, thojnë shifrat ndryshme për 10 deri në 14. Kena me ndo 50 milion euro në mandatin e ardhshëm, që me e bo një skanim të gjendjes së të gjitha burimeve natyrore të Kosovës. Na e dim për shembull çka kemi mbi tokë, çka kemi në sipërfaqe, por nuk e dim çka kemi nën tokë. Ne duhet me bo një analizë të burimeve tona. Edhe me marrë vesh, a I kemi 10, a 12, a 14 miliard ton linjit. Edhe me këtë rast, do ta bojmë gasifikimin e linjitit. Gasifikimin e linjitit mund ta bojmë me metoda moderne, dhe në këtë mënyrë kena me pas situatën në të cilën deri në 30% të energjisë mujna me eksportu, vetëm 7% I bjen diku me marrë import në periudha të caktuara, po 30% kena me eksportu, por përfshi këto dhe burimet e energjisë ripërtrishme, edhe ngrohjen përmes kogenerimit. E kena modernizu termocentralin Kosova B, njësin 2, ja kena shtu 35 MW, për herë të parë është bërë investimi më I madh 58 milion euro, me mjete vetanake të Kekut, për I fitimeve që ka pas, edhe ju ka shtu jetë gjatësia. Do të vazhdojmë me modernizim termocentralit Kosova B, do të bojmë rehabilitime termocentralit Kosova A, me çrast ky rehabilitim
ka me i sjell edhe një 200 megawatt termal për kogenerim për ngroje. Mandati i ardhshëm do të jetë mandati i digave, i hekurudhave edhe i kapaciteteve energjetike me prioritet do të merrem me këtë gjë.